Fatmir Shehulli u nxorr në pranga nga një lokal ku po qëndronte të njëjtën pasdite. Policia në bashkëpunim me Agjencinë Kosovare të Inteligjencës e arrestoi atë pasi dyshohet për spionazh. Prokuroria Speciale konfirmon se hetimet ndaj tij kanë zgjatur disa muaj, ndërsa me vendim është ndalur për 40 tetor. Gjatë kësaj kohe pritet të mbahet edhe seanca për caktimin e masës së sigurisë. I dyshuari FSH është arrestuar në rajonin e Prishtinës në ndyshimin e bazuar se ka kryer veprën penale spionazh sipas nenit 124 paragrafi 3 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës. Operacioni i arrestimit është kryer edhe me asistencë të Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë. Me pas zyrtarët policor bastisën banesën e Shehullit për rreth 3 orë. Të këtij objekti mbrapa meje sot rreth orës 19 ka filluar bastisja nga policia e Kosovës në banesën e Fatmir Shehullit, i cili ky i fundit po dyshohet për spionazh. Aty gjetën dhe sekuestruan disa dokumente. Lidhur me këtë rast ka reaguar edhe ministri në ndërheqje i punëve të brendshme Xhelal Sfeqla, i cili tha se përbënje nga aktet më të rënda ndaj sigurisë së vendit.